Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët. Siç e shikoni, unë kam veshur gunën time sepse tashmë na ofto koha edhe nga 30 Çfarë po thua, Bona? Çfarë po thua? Besoj që nuk do të hap të vlog sot sepse me të vërtetë që nuk po pas kam eksperiim fare, po gjithsesi edhe një herë. Temperatura domethënë kanë zbritur nga 70 gradë direkt në 30 gradë. Megjithëse sot dje ishte shumë ftohtë pleviti. Imagjinoni kam veshur streçe poshtë, kam veshur edhe pantallona sipër. Pastaj aq ftohtë ishte, por sot sikur u ngritën pak më shumë temperaturat edhe nuk është aq ftohtë. Po gjithsesi le mos qahemi sepse deri tani e kemi pasur kohën e mirë edhe po, sot është ditë e shtunë. Unë jam veshur që shikoni, kam bërë një make-up super të thjesht, nuk e di, por më ka hyrë shumë qef kjo peneli edhe më në fund mësove se si ta bëj në të tridhjetat e mia edhe tani si çdo të shtunë duhet që të iki që të marr ushqimet e javës. Që thoni ju, sot u ngritë një nga ora 5 sepse nuk e di, thjesht më doli gjumi ashtu, po pastaj isha kështu, se akoma si për gjumë është e thash, më në fund që në ka shtunë sot do fle pakën deri nga ora 8, se mama që janë me goca, me çuna e din shumë mirë, domethënë që kur bash mami nuk ka më gjumë, domethënë. Edhe por që thash, ti i vura në gjumë fëmijët shumë vonë, nga ora se zakonisht në orën 8 janë në gjumë, por ti i vura nga ora 8:30, kështu domethënë, edhe thash që do flen pakën deri nga ora 8. Vjen Angelo në orën 5 të mëngjesit, mami, do vish me mua në banjë. Okej, unë ngrita, vajta shpara në banjë, pastaj nuk deshte që të shtrieshe, gjithsesi e mora ushtrim sepse ishte shumë shpejt. Çfarë do bënim që në atë orë? Ushtrim edhe pastaj mua nuk më zuri më gjumi sepse Angelo normalisht i doli gjumi dhe atij edhe filloi pastaj vetëm lëvizte, sado që ndejni në krevat domethënë nga ora 7:30, po prap. Edhe kështu domethënë e kam nisur të shtunën time që në orën 5 të mëngjesit sot, ndërkohë që duhet isha në shtëpi tani, të relaksohesha, të pija kafen time të ngrohtë, por jo, jam këtu në makinë, sepse më duhet që të shkoj të bëj shpenzimet e javës, pasi nuk dua që të dilem pastaj ta kaloj kështu duke bler ushqimet, sepse tani në mëngjes për shembull e shijoj shumë këtë ngarjen e makinës, sepse e kam thënë më përpara që është si punë terapie për mua, domethënë sidomos shtuna me mëngjes, kur ngrihesh shpejt, edhe je vetë këtu në makinë, qetësive, pak muzikë edhe është tamam terapi. Por që fakti që duhet shkoj të blej ushqime edhe pastaj ti marr ushqimet, vinë në shtëpi, ti ngjit deri në katër tretë, ti vendos në përvende, të laj frutat, perimet, ti organizoj, ai është një proces më vete që më merr kaq shumë kohë se nuk e keni idenë, edhe me të vërtetë që nuk është se e shijoj shumë. Po që janë gjëra që duhem bërë, janë gjëra bazike edhe nuk kemi se çfarë të bëjmë tjetër, kështu që do e bëjmë se s'bën. Kështu neve këtë shtunë edhe të hënën e kemi pushim sepse është Columbus Day edhe kështu që kemi një fundjavë të gjatë, do të jemi 3 ditë në shtëpi me fëmijët, sot, nesër edhe pas nesër edhe do ta shijojmë fundjavën, do të bëjmë vlog, do të jem më aktive në Instagram, kështu që juve që nuk më ndiqni akoma në Instagram, juftoj që të më ndiqni dhe aty, sepse edhe aty do të shikoni vlogje të shkurtra, foto, gjëra të shikoni më shpejt se sa vinë në YouTube. Kështu që do t'ja ulë adresën këtu poshtë, është Bona Lenja me piz poshtë. Edhe po, le t'ikim që të bëjmë shpenzimet e javës tani.
mbaruam punë edhe këtu. Kotu qava, sepse koha sot që ka shumë e bukur në krahasim me dje që u plevitosëm. Por që do doja shumë që të kishim shkuar në Pumpkin Patch, sepse nesër do të bjerë shi. Por që të shikojmë domethënë. Okej, tani le të nisemi. Kur të shkoj në shtëpi, shpresoj që të bëj një supermarket haul të shkurtër, sepse nuk është të marra shumë gjëra, duke qenë se Aleksi dje shkovi në supermarket pasi u kthye nga puna dhe mori ca gjëra që na duheshin, kështu që le të ikim. Unë akoma me këngët greke, domethënë që vazhdojnë edhe pse kanë atë vibe-in e verës, unë akoma aty jam, domethënë. Gjithsesi, tani le të ikim edhe le të vazhdojmë punë. Erdha në shtëpi edhe tani do ju bëj një supermarket haul të shkurtër. Çfarë kam bërë të koka? Një supermarket haul të shkurtër me këto gjëra që kam bler, edhe ndërkohë që bëj edhe mëngjesin, sepse po shkon ora 11, jo 11, edhe nuk kam ngërë mëngjes akoma sepse i ka shumë shpejt, kështu që po le të vazhdojmë. Banane, rush, kastraveca, moll, patate të ëmbla, portokalle. Kam kur harroj çantat që marr nga shtëpia edhe më duhet të sjell këto në shtëpi. Shikoni sa të nda që janë. E tani do më zëjnë gjithë hapësirën që kam tek koshi. Pastaj kam dhe këto dy çantat e tjera. Mora këto bukën e gjatë bruschetta, ose nuk e di si quhen këto ndryshe. Po që mora edhe një lloj supe që është me lobster. Dhe kam menduar që të bëj nga një sanduiç për ndarkë me Aleksin pasi të kemi fëmijët edhe të bëjmë edhe të ham bashkë me supën. Mora këto English muffin, mora këto kungujt, mora 3 nga këto sepse nuk e di nëse i keni parë në Instagram ose del në TikTok, por që i bëjnë kështu si punë i marrin kështu të bardha dhe pastaj i lyejnë, domethënë bëjnë dizajne të ndryshme, edhe unë prandaj mora që ta bëj bashkë me fëmijët sepse janë super të bukura. Mora këtë çajin me shake. Kjo është lëng pule, karona edhe njohë. Vezë, keni parasysh që kur shkoni dhe blini vezë në supermarket, mundoni që të merrni këto pasteurized egg quhen këto, janë organike edhe janë super të mira, dhe edhe strawberry i mora kështu, domethënë në përmasa të mëdha, sepse fëmijët i kanë shumë qejf. Mora këto string cheese që Alessia i ka shumë qejf, po tani i provovi një ditë edhe Angelo edhe tani i ka super qejf edhe ai, se më përpara domethënë në këto 4 vite nuk i ka ngrënë ndonjëherë, pavarësisht se shkonte Alessia që i hante gjithmonë, por që nuk i ka provuar ndonjëherë. E provovi, e pëlqevi dhe prandaj thonë që shihet e fëmijëve ndryshojnë gjatë gjithë kohës, kështu që mos nguroni që të vazhdoni t'ju jepni ushqime të reja pasi ata që shihet e tyre gjithmonë ndryshojnë. Kështu që po. Edhe supa me lobster që ju thash është super e mirë. Mora green beans edhe oriz do thoja mistra. Mora këto salcicet për mëngjes që Angelo i ka shumë qejf. Pul që të bëjmë një tavë me patate. Edhe këtë gjalpin mund të gjeni në Trader Joe's, është super organik, super i mirë, nuk është si ai gjalpi tjetër që nuk e dim se çfarë ka brenda, edhe unë këtë marr gjithmonë. Duke qenë se mëngjesi është duke përgati, do të bëj një sanduiç me croissant, vezë, pak cheese edhe bacon, dhe që ramën tani për të skuqur, edhe ndërkohë që bëhemi gati për atë, edhe duhet të organizojmë, sepse siç e thash, organizimi për mua nuk është pika ime e fortë, nuk është se kam shumë qejf për ta bërë. Po që duhet bërë, është diçka që duhet ta bëjmë, kështu që t'ju jap edhe juve pak motivim, por edhe vetes time, sepse ndërkohë që xhiroj, është edhe më motivuese për mua që të pastroj. Ky është sanduiçi im për mëngjes. E kam bërë me vezë, kaçkavall edhe pak bacon. Dhe besoj që do jetë super i shijshëm. Ferin, shpresoj që t'jap edhe ju pak motivim. Këtu poshtë kam futur perimet,
Edhe këtu po është po perime përsëri. Edhe këtu anësh pastaj salsëra dhe gjëra kështu domethënë. Ase nuk ju thash, morëm frigorifer të ri, sepse ai që kishim na u prish. Edhe këtë radhë morëm me magnet, kështu që të gjitha magnetet që kam, i kam vendosur këtu sipër. Tani, sot për drek do të bëjmë lazanja, do e bëj tek kjo tava e vogël këtu sepse Alessia nuk e ha, është vetëm unë, Aleksi dhe Angelo, edhe kjo mjafton për ne të tre. Kam këtu kavallin, po bëj gati rikotin. Nisa për Alessia. Jo, Alessia. Mishin e grire kam bërë gati, e bërë që në gjithës. Edhe këto pastat për lazanja, dhe le të fillojmë nga puna. Nature's symphony before our sight. Together we stand, it's all so right in this autumn morning. Ja dhe lazanjën e bëm, duket super e mirë në sy, jo në shije, sepse siç e shikoni nuk e kam prerë akoma, po që duket super. Mëngjes nga Ediela, unë kam një takim për flokët sot, do të shkoj që t'i lyej, sepse më ka dalë goxha boja, edhe sigurisht që edhe do t'i shtri, edhe pse këto 2 ditë më kam pëlqyer shumë flokët kështu kaçurela. Kam mësuar që t'i dua kaçurelat e mia edhe të mos i urej më ashtu siç i nuk më pëlqenin më përpara. Sepse normalisht që nuk dija të kujdesesha, nuk dija çfarë produkte ishin më të mira për flokët e mia. Edhe në momentin që fillova që të kujdesesha ashtu siç duhej, edhe të përdor produktet e duhura, tamam për flokët kaçurela, domethënë, tani thjesht më pëlqejnë shumë dhe nuk do doja kurrë që t'i kisha bërë të drejta. Sidomos pas keratinës që bëra pas lindjes së Alessios. Kështu që këtë që jemi duke bërë tani do t'ikin në parukierja ime që të bëj flokët edhe pastaj do të qemi pak më vonë. Dhe ja ku jemi në shtëpi, erdhe nga parukierja, por ka kaluar shumë orë përpara pasi domethënë erdha nga ajo, por që nuk ju mora me vete sepse erdhe në shtëpi, gatova, hëngrëm drek bashkë me fëmijët, pastrova një çik edhe tani do të vendos pak lip gloss ose pak puspujse për t'i dhënë pak ngjyrë sepse do të dalim. Unë në fakt kisha ndërmend që këtë javë të shkonim në pumpkin patch. Kam dashur shumë që kur ka filluar domethënë ky sezoni, por që nuk kemi përmbar. Njërë vajtëm në Wachusett Mountain, pastaj shkojmë në Newport, edhe sot këtë javë domethënë desha që të shkonja, por që edhe pse kemi dhe të hënën pushim, përsëri nuk do mundemi dot të shkojmë sepse e ka dhënë gjithë javën me shi, domethënë që sot fillove në drejt nga ora 12 edhe gjeri të mërkurën do t'jetë ditë për ditë me shi, kështu që nuk do mundemi dot të shkojmë. Edhe tani unë thjesht jam veshur shumë thjesht këtë bluzën që kam marrë në Macy's, ja kam treguar më duket e mora 10, pantallona jeanse në ngjyrë të errët. Edhe poshtë nga këmbët besoj do të vesh çizmat e zeza dhe një trench coat që kam të zezë. Do të vendos edhe pak buzë të kuq që ju jap ngjyrë buzëve. Edhe po mendojmë që të shkojmë në qendrën tregtare, sepse në këtë shi, në këtë kohë të ftohtë nuk e se ku të shkosh as një tjetër përveç aty. Kështu që po këtë do të bëjmë tani. Edhe mendova që pse jo t'ju marr me vete, çfarë do lloj gjëje që të bëjmë domethënë. Në këtë mënyrë të krijojmë edhe pak content. Po ju më thoni si po e kaloni fundjavën, si keni qenë, çfarë keni bërë ndonjë gjë të bukur, më thoni edhe juve, më shkruani në komentet tuaja, sepse edhe unë duhet të njoh nëpërmjet komenteve, nëpërmjet disa për juve edhe njoh sepse më ndjekin dhe në Instagram. Disa për juve thjesht shikoj foto domethënë që mund të keni, edhe pak a shumë ju njoh, kurse të tjerët që nuk kanë foto as në YouTube ku komentojnë, as në Instagram nuk i njoh, por që në këtë mënyrë duke nëpërmjet
komenteve në YouTube mund të krijojmë edhe një lloj bisedimi, kështu që po më thoni si ka shkuar fundjava juaj, çfarë keni bërë në një gjë të bukur, kështu. Shpresoj që të jeni mirë edhe të keni shëndetin, kjo ka rëndësi, pastaj gjithë të tjerë të shkojnë e vinë, e them gjithmonë këtë dhe kjo është teoria ime. Asgjë tjetër nuk ka asgjë tjetër që nuk sillet përveç shëndetit, kështu që shpresoj të keni sa më shumë shëndet. Okej, tani le të bëhemi gati edhe të ikim. But with this stool I can. Okay, hold on now. Dita, sot ne kishim menduar që të ikim në Salem. Koha siç mund ta shikoni nga dritarja, koha siç mund ta shikoni nga dritarja është shi pleviti. Imagjino të kishim ikur, do ishim plevitosur. Sepse po mendonim dje edhe me Aleksin edhe tham si nuk e menduam përpara, domethënë që të kishim ikur të diel në mëngjes, të flinim një natë aty dhe pastaj të ktheheshim, të kalonim ditën sot aty dhe të ktheheshim sot. Por sot që nga pleviti, kështu që më mirë që nuk ikëm. Hello. All right. This is not a sipping cup, it's the shark. But it just gave you a paper. This. Oh, you draw this? What? Draw the wheels. Here. Oh, sunglasses. Oh, sunglasses too. Draw the sunglasses. Yeah, these are Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Sot u bë gati një javë që nuk kam filmuar fare sepse thjesht nuk kam pasur kohë, por që gjitha kohën që ta hap sot ditën tjetër, domethënë vazhdimin e vlogut, dhe është e shtunë, do të ikim që të bëjmë pazaret dhe juve do t'ju marr me vete. Le të shkojmë.
Dhe ja ku jemi sërish, sot kemi vendosur që të ikim në Salem. Salemi është një nga vendet që ka zbulime më të bukura për Halloween. Për Halloween ka atë historinë e filmit Hocus Pocus, ka ato 3 shtirat e Salemit. Ti dhash çelësa do të jetë. Somebody's gonna make eyes on Çfarë i hodhe ti? wearing glasses. Edhe nga i Jo, krimër. gjysëm lugë është e qesë, apo rashu. Ti s'ka sheqer. Po gjysëm lugë është. S'në vare. And mine goes Po no, isa. Shash po herë. Look. Turin tend. Stuff did you say? You said we're going to look and stuff to get stuff. No. Snow poop? Edhe siç po thoja pak më përpara, sepse na ndërpreu Aleksi, do shkojmë në Salem. Tani kemi ndaluar në gas station sepse duhet të mbushim makinën me gas. Open our window. Një sekondë, Angelo. I want to see that. Mami nuk i hap dot, Angelo. On my side I can open it. Edhe No, just move in Daddy's side. I can't. Tani si thash kemi ndaluar që të mbushim makinën me gaz sepse menduam që ishte vetëm një orë larg. Ne kemi shkuar me Aleksin të dy kur s'kemi pasur fëmijët, por shumë këtu e 8 vite përpara, domethënë. Edhe ka qenë një ditë me shi, kurse sot, shqyr zotin në mbajti koha, temperatura janë diku në 60 gradë Fahrenheit, edhe është koha perfekte. Unë doja që të visha një fustan kështu edhe ose një fund me një bluzë që të bënim sa foto të bukura edhe të krijonin kontent të bukur. Por që nuk gjeta diçka që të përshtatej me stilin tim, kështu që vesha këtë bluzën që është shumë e lezetshme, siç po ta shikoni. Po më jam për të përshëndetur. Edhe siç po thoya pak më përpara, historia e Salemit, domethënë nuk e di nëse është thjesht një legjend apo me të vërtetë kanë ekzistuar, por thonë që kanë ekzistuar shtrikat me të vërtetë, janë ato 3 shtrikat e Salemit që është për edhe film Hocus Pocus. Edhe ka shumë njerëz, domethënë që është vend i vogël, por ka shumë njerëz që dalin aty në rrugët e Salemit, në atë qendrën aty, me pishen me kostume të ndryshme. Ka vende për të ngrënë, kanë atë muzeumin e shtrikave të Salemit, kanë shumë gjëra që mund të shikosh, domethënë pavarësisht se është vend i vogël, por për tani këtë periudhën e Halloweenit, të vjeshtët, domethënë është perfekte. Është një vend shumë i bukur. Kështu që vendosëm që të shkojmë edhe ta vizitojmë, sepse fëmijët nuk kanë qenë asnjëherë aty, edhe me të vërtetë që i kanë shumë qejf këto gjërat e Halloweenit, këto gjërat e frikshme, kështu domethënë e dinë se si janë fëmijët. Edhe këtë gjë jemi duke bërë sot, veshjen time totale dhe ja tregoj pak më vonë, por që kjo bluza kështu po më pëlqen shumë edhe jam e lumtur që mund ta vesh sepse nuk edhe koha është perfekte për të. Kështu që po, le të ikim bashkë. Edhe kur e bëra mix atëherë i doli. For Halloween. Sa para ritëm në Salem. Shpirti. Ishte 2 orë nga vendi ku jemi neve, larg domethënë, dhe tani jemi këtu në qendër. Është pak vështirë të parkuar, sepse është kote për plot me njerëz, por që ja super vlezërisht dhe ta vizitosh. Oh, it's fine. There's a menu. It's for summer too. Tani këtu jemi në qendër edhe ka shumë aktivitete që mund të bësh, janë njerëz që janë veshur me kostume të ndryshme, disa janë shumë të frikshme edhe fëmijët po kënaqen shumë. Jo mama, jo. Ky vendi ku ulëm tani është si një pun parku, domethënë, edhe rreth e rrotën ka food trucks që mund të marrësh ushqim. Edhe pastaj sipër në përpem, siç mund ta shikoni po.
vendosur drita në ngjyrë portokalline edhe është plot me njerëz, e bukura e gjithë kësaj është po shumë e mirë. Dhe ne po shijojmë shumë edhe neve dhe fëmijët dhe me të vërtetë që ja super blen që të vini paktën një herë në jetë në Salem gjatë kësaj periudhës të vjeshtës të Halloweenit, megjithëse rada është kudo, domethënë super e gjatë si për ushqim, si për të shkuar në muzeume apo për të vizituar gjëra të ndryshme, por që po, është shumë bukur. Angela. With the creams. Tani është ora diku tek 5 dite. E shijuam shumë të vërtetën edhe pse me fëmijët e vegjël. Morëm diçka kështu tek të vogël tek Dunkin. Edhe fëmijët janë duke lojtur këtu tani. E ndërtrim edhe pak dhe pastaj do të nisemi sepse pavarësisht se kishte shumë gjëra për të parë, por që neve nuk e kishim planifikuar dash mirë.